2 javë më parë me një koleg meksikan, gazetar, kemi shkëmbyer informacione, pikërisht për atë që ka qenë skandali më i fundit, pra për kartelat e Sinaloës të lidhur me një sipërmarrës shqiptar i cili hynte dilte në zyrën e kryeministrit. Mbasi ky investigim apo reportazhi i kolegut tim gazetar meksikan ishte përfunduar dhe është dërguar në redaksi në një media meksikane për të votuar, ky reportazh dhe ky material investigativ mjaft i mirë është bllokuar sepse aq të fuqishëm janë vëllezërit shqiptar miq të kryeministrit, saqë kanë ndërmarrë një hap juridik duke kërcënuar me gjyq apo duke dërguar një kërkesë padi redaksisë e cila do të publikon këto lajme. Pra kishin informacion që para se të publikohej materiali dhe bllokuan para se të publikohej. Është i bllokuar, unë e kam lexuar, nuk mund bëj dot emra pasi vën në hall kolegët e mi, por është për të treguar se sa të fuqishëm dhe sa të frikshëm kanë arritur mafia shqiptare, e cila ka marrë dhe bllokimin nga autoritetet amerikane, të aktivitetet tyre ekonomike e gjithçka tjetër.